Bashkia Malësi e Madhe dhe Emergjenca Civile atje ka nisur punën për masat paraprake në zonë. Pas tërheqjes së ujit, ndërhyrjet janë përqendruar në zhbllokimin e turbinave që sollen bllokimin në qytetin e Koplikut 3 ditë më parë. Po merr disa masa energjente për zhbllokimin e disa turbinave që kanë bërë problem në qytetin e Koplikut. Po bën ndërhyrje për momentin që mos ketë më përmbytje kjo zona e hyrjes Koplikut, se kanë shumë problematike për sa i përket gjendjes të rrugës. Shpresojmë që mos kenë arreshe të tjera, domethënë më mbrapa, po gjithsesi janë marrë masat e duhura energjente për me zhbllokuar disa probleme që ka domethënë në rrugën e Koplikut. Pas qytetit, Emergjenca Civile u përqendrua në disa zona ku përmbytjet sollen vështirësi në rrugë. Administratori i njësisë Kastrat, Santilian Curri, tha se hapja e kolektorëve ishte emergjente. Po punojmë në zhbllokimin e kolektorëve, të cilët janë bllokuar ndër vite. Dhe momentalisht po punohet për zhbllokimin e kolektorit në rrugën e Iranit, e cila si shihet është e bllokuar totalisht. Situata këtë të mërkurë paraqitet më e qetë në Bashkinë Malësi e Madhe, ku në fshatin Kamic përoi thatë është tërhequr nga rruga, duke bërë edhe zhbllokimin e familjeve që ishin të bllokuara për shkak të daljes nga shtrati të Përrojt.